E qysh po don me ndryshu jeta jote kur ti për çdo ditë e bën të njëjtën? I ki mendimet e njëjta, i ki veprimet e njëjta, i ki ndjenjat e njëjta, po kur gjo nuk ndryshon aty. Qohesh në mëngjes, ndoshta as kafe s'pin, ndoshta e pin kafen shpejt dhe shkon në punë. 9 orë je në punë, pastaj kthehesh në shtëpi, nuk e kohë për familje, duhesh shiqon ndoshta pak lajme negative, bjen në gjumë dhe kështu sillesh, pra vërdall gjithë javën. Vlera që e bën këto, po ndoshta edhe gjatë vikendit nuk je në gjendje me dalë me shiu sa duhet, sepse je i lodhur, tani duhesh me kry punë tjera të shtëpisë që i përkasin shtëpisë. Pra kur more kohë për veten me marë do të thotë me punu me energjinë tonde, me rrit energjinë tonde, me përjetu diçka të re, me bo diçka ma ndryshe. Kur? Nëse nuk e bën kur këto, nëse nuk bën kur ndryshime në jetën tonde, absolut mos pret ndryshime nga jeta jote. Me këtë sistem do të vazhdosh me vite, deri në fund të jetës tonë ndoshta, edhe një ditë do ta pyesësh veten sepse nuk ndryshova. Po mos prit kaq gjatë me ardh fundi i jetës tonë ndoshta, për me ja bo vetit këtë pyetje, por vetë disohu tani pas kësaj video. Vetë disohu edhe pyete veten sepse nuk po ndryshon jeta jote. Pra, unë kisha thonë ty që nga ky moment sa do që e ketë vështirë, lodhesh nga puna dhe obligime tjera, mundohu me ndryshu diçka në jetën tënde. Kur ndryshon diçka në jetën tënde, automatikisht ndryshon energjia. Pra, me ndryshu diçka në jetën tënde, po mendoj që thjesht vepro ma ndryshe. Del pak ma shumë, njofton njerëz të ri, hape horizontin, del nga zona radhis. Provo diçka të re që nuk e ke provuar, ndoshta me vite të tëra. Bon diçka që të ka kënaq ty në femiri. Nëse nuk e ke asnjë ide, thjesht qohu edhe del. Bon diçka. Edhe shehe se si fillon energjia jote me ndryshu. Kur ndryshon energjia jote, ndryshojnë pra dhe mendimet e tua, ndryshojnë ndjenjat e tua, ndryshojnë veprimet e tua. Edhe normal që edhe durimi na duhet në jetën tonë. Pa pas durim, normal që nuk mundem as me manifestu, se durimi është qelësi i manifestimit. Pra mundohu me ndryshu diçka në jetën tonë. Para se të vije koha e pensionit, ose ndoshta koha që vërtet e shef që nuk ka kur gjomon nga jeta, duhet kthehesh prap. Kjo është një arsye pse nuk ndryshon jeta jote, sepse ti çdo herë je në tempot e njëjta, ti çdo herë në veprimet njëjta, në mendimet njëjta, nuk ndryshon energjia jote. Përderisa nuk ndryshon energjia jote, nuk ka ndryshime në jetë. Kështu që mos prit, ndrysho që nga sot.